kum ragu keq, i kum kap në fyt njonin, ade, kum kap s'është në fyt, ai tjetri kërkoi që cele di. Unë këto persona nuk i një, por i kanë shti. Familjarët e burrit. Se po flet edhe viri që mënon po flesin senet vet, viri që mënon që të ku që ashtu me ka qitë që të farë. I kum pas të dhe përvësijet në rëzik, dhe për shtetit nuk kum kanë përkra, që janë kanë të pagu. Unë mirë po janë kanë një të mikri temë që shtade, edhe i ka thonë njën i tjetrit, i ka thonë ta gjitha gru, i ka thonë kanë, i tha që edhe kjo kanë provokem. Ka qenë ato persona pa njohur kanë qenë? Nuk i një, dhe nështë i kum pa në herë si një mua, nuk i kum pa më kërë. Të vërsulën ty? Ja, atëherë unë nuk mujtë më duru nështë, edhe kum ragu keq, i kum kap në fyt njonin, edhe, kum kap s'është në fyt, ai tjetri kërkoi që cele derën. Mirë për ma sap edhe ki shoferi, se shoferi është prapi katonit tur, nuk e qelë ki derën. Të kur është një rast që ashtu të ma miru kanë me qelë derën, sa të lipshin tash me dalë. Abeden, atë nuk kanë ragu as durt me mi hekë. Në ja kom në gjitë në fët njonit, atë i theshin qile derën, ta ne ki jëtë e kjo zgudzej me qelë derën. Dhe vesh në stacion, mirë për sa ma fërë ta ne e ka qelë derën. Edhe e ka qelë derën edhe ju më dalë këta. Nuk kanë ragu kërgja, vesh që të fjallë edhe pëse one i kum kapë në fët, nuk kanë tentu diçka më shumë. A ke dëshuar që kush mund t'jenë këta, tha që ata njerëz të afërt të tyre? Unë këto persona nuk i një, por i kanë shti. Familjarët e burrit. Se po flet edhe viri që mënon po flesin senet vet, viri që mënon që të ku që ashtu me ka qitë që të farë. I kum pas të dhe provokime. Ta nene one i kum bo laf me që të i senin, i kum thonë si t'i bejita mu ka vonë rëzike dhe s'po kam qysh me dalën në qytet, si po kam provokime. Provokime të janë të rëzikshme. Edhe atëherë ki ka shku i ka inë, Marina i ka thonë vjerët të s'kudzën ma. Edhe s'kum pas më kërë, mas që asaj rasti nuk kum pas më kërë farë provokime. Ja. Nga martesa me sa vite i keni? 13 vite. Fillimet si kanë qenë kur ju hyrët dhe më thënë në familjen e Zotit? A keni pasur këto probleme, si u pritën, dhe më thënë, a ka qenë ma ndryshe situata? Mirë, kërët na deri qatë dakek, që na thashin na konë të punu në atë shpia 2 vjetë, veç për horën e bëshën. Në deri në qatë dakek, kur burri ka bë ndeshje dhe i kena shkut këm tokë të komplet, veç qatë më sakë që ma kanë qurë që ashto, se dhe me full mos kena full kërë. Veç që kanë full dikosh, ka full një shok i vetë, shumë më mënue, dhe kanë full dhe me thanë tjërë, në më kërë, s'kena pas kontakt me ta. Do më ndalë pak të fillimit. Ti thashë në fillim, dhe më thënë, keni qenë, dhe më thënë, nga familja e zotërit bashortit tëndë, nuk është që i keni pasur këto të lashe të probleme. Kanë përgjë mirë të si grua e zotë? Mirë shumë. S'ku mojtë me kuptu, so dhe pak të kisha kuptu, dhe shka, kishë më qitë shpinë, edhe mama ti para me vetë, edhe me papas konflikti shumë do në formatira, pëden, i shorë punat e deja, diçka, kishna dhe, për na nuk kena pas kërfar të lasha. Sa vite kanë kaluar? Po shumë mirë, na jena befastu me këtë pabes, po me këtë pabes që na kanë bërë. Që erdi, dhe më thënë, pas rasti që besoj aksident, zotë? Bëm, ne ka ardhë kjo. Na nuk kena mujtë me ditë që janë qështu. Dhe s'kena mujtë na me ditë që kur që ne bëjnë këtë sen, ose ka me ardhë punat qëto. O në bilem në atë ku, se one në katon, në atë pitë katonit kum pas ljep. Edhe në atë ku, e thirsha prap virin, one të mos me pas kur farë, kur gja, dhe one e thirsha, i thirsha hajderit me, one që këtë ju qeslave, sa të me shpirë, dhe me thonë pa ju që të s'kum pas qare. Ose shkotin katon që t'ju lëve, unë e rrimë. Dhe kur nuk arë, as kanë arë me pa, as unë u që ditë që a thesha, prap thesha po
Thisha që është e mundur, se unë element vepër një shtet tjetër. Në fund jena shqiptare dhe musliman, nëse në të njëta i kena. Si tradit, Çak shqiptare. njëti na. Edhe për atë thisha nashti nuk ju bëj ka përshtypje çish mojnë këto mos me thirr vëllain ose mos me ardh me pa vëllain ose si s'po vjen baba i vet, si s'po mojnë të çish po mojnë ade mos me thisha çish mund. Ade po jo që kanë plan tjetër. Janë tërheq që neve na kanë qitë ade na kanë marrë shpinë në sen. Nuk e ku menu se kanë qitë qëllin. Ku menu ma para ku menu që kanë njerëz pa ndjenja, si qysh pëmojnë me najtë parë me pa vlaj. Sa të kysh plet shtrum, dhe me thënë që janë kanë 3 veta, 4 janë kanë për moshkënije, edhe ato vëshën familjarët kur panolë, vëshën shkëshën, o në thisha mëre. Po, kur nuk e kum shku menja që është diska tjetër, këtë tjetër. Shu të atë. Ja. Në veç kum qëllimi e më konë, dëshimi e më konë që kanë njështë pa ndjenja, dhe? S'ku mujtë. Si mund me besu. Në të rastet është, ka pësuar një aksident shumë të rëndë, nuk ka pasur as prind, as vlezurit. Ja. Për asaj ditë ndodhi domethënë që ti kuptosh gjitha. Kur, po, për asaj unë e kum kuptu që qëllimi aty kanë qenë i shtëpisë, e jo që decisionar me na po që unë thisha që s'po vena, e pas kanë zakon, mos me... A di si bëka përshtypje që po kanë vllajnë çat gjendje. As milla, as ka qëndrua, as prind. Absolutisht. Hec. As edhe na... Kanë kontakt. Hec, edhe kur i kum morë vesh tani që u dorë shtëpia mi tina, unë i kum thirr, as me fol s'ka naj, veç më kanë çu mesazh. Se i takuar kështu? Jo, kur as ti kum po më prija, si ditë dhe me thonë prija saj kuhe, si kum po kur më mësi. Çka u the kur domethënë kuptove që shtëpia gjithë ajo pasuri që keni tentuar me ta bëni bashk, ajo që ka domethënë nga prind që kanë pasur t'i lënë, ju si domethënë si e kuptuat që gjithçka nuk është e juaja kjo dhe që ky investim domethënë që nga i kohë që domethënë e ka kontribuar në shtëpi aty. Unë mu ma kanë thënë që unë i kum thirr, njerë i kum thirr krejt se çka ka ndodhur me. Veden? Dhe po, më kanë vetë që shasht, unë edhe ju këmë tërgu sa është si gjendje, edhe nuk këmë, dhe më sa maj si na dollë për spitali, se nuk këmë kanë thyrë kërë. Nuk kanë interesuar kur me ditë se ç'është gjendja? Jo, hec. Veç kur ju këmë tërgu, tani ka thonë a ditë që shasht, a ditë që është gjendje, në jo këmë tërgu gjendjen, tani kur mo nuk kanë asish, edhe pse kum thirr virin me shku në katën, sonë aty na kanë shtëpi, ç'është me thon shtëpi e madhe. Kum pas lop, kum pas pula, tana sy katune. Edhe nuk kum kanë ardh as viri, as kërkosh, as nuk kum kanë thirr. Edhe çat mesazh ma kanë çue, kur e kum marrë vesh, kur ja kum kthy çat thash se kur ja kum kthy me një herë kom blok. Domethënë as më shkruas kum. Kontaktet i ke pas pamundshme edhe në telefonat. Unë kur më me të s'kum full, apse qatë me sakë që kam pruar. Ti duar të nakosh me ta? Paftën se çka po ndodh. Nuk i shancën nuk kite me ta. Sa të rrinë në jashtë, se më kanë kësaj dhe. Nuk janë në Kosovë. Jo, ato rrinë në Angli dhe në Gjermani. Po printe zotit Në Vranjec rrinë të shtëpia të, me ne nga tina na, me ne o bërë me shpinë teme. Po. Në shtëpi teme. Shtëpi tënde. Këto kja shtëpia. Qështu kom puna me vllaznit. Bilen edhe mjekët më theshin ç'është për lanë, se unë e lesha burrin, se u ka një qikë shumë e mirë, e keme vëllat vetë, ajo ma këqerë ade, po burri ka pas edhe ato obligimet me që me batë, në qëzimet që ka pas ade, në atë ku, edhe që ishin tirit, se ajo uratit filloj këtë që të sene mi ba, unë që atëherë shkësha i që të gjas, edhe tani më thirshin mjekët, hurën bëshëm, të ishin qështë i po mën këtë njëri me lanë qështë. Por unë kretë nuk mujtë me thonë se unë kum pas shumë, familje madhe si ka burri dhe ka emja, për ka emja i na kanë ku e pandemisë, ti shancës ke pas me kalu kënejna, ku fini gjithçka, dhe këto, qashtu, rrisha do me thonë, vishin gojsha se do me thonë, nuk mujtë asë më shprej, dhe kjo shprejmi ashtë e kishe, që ti nuk mund është më shprej që ta që pe përjetën,
Unë isha ajo që do me thonë, po, nuk më isha edhe me shprej se familjen e kopës, s'di çka kanë që s'pëvën kërë, ade. E që është të kryt vetë e kum asish. Po motrat e bashortit keni pas kontakte me to? Ju, As me to. i kum thirë edhe ato të njëtin, si njëtin sen, që është të që shanë. Nuk ka interesu për vllaun e tyre. Ja, edhe ka 3 motra i ka këtu, një ka në Austri, 3 motra belëm, një kam ka i shqit të pak ma poshtë ashtë, kër hec su ka lajmru, asë ordës, hec. Do në për vitit 2021 nuk ka kontaktet me familjen e vetë. Ja, jo. Se s'ki shumë që ti. Telefonat në numrat vakina, për janë bloka dhe thuja se s'kena provu ma. Në atë ku janë kanë bloka, ma edhe s'kena provu, edhe s'na kanë thyrë, si kena thyrë. Gjithë çka ka meti pezulluar, kjo tash cyberket qatis, pasuris, krejt këto. Kret peng janë, se kret në Chelsea janë, asë janë të shume me qëra, ka do me thëmë 5 shpijat, edhe trulli është shkret, na edhe ma shkret, në Chelsea janë. Se ato s'kanë nevoj, ato e kanë marë, që është të pibjen kuptimi, e kanë marë si djali, kanë mujtë me marë, se djalin e me s'ka guj, se ki 19 vjet i ka, ki me pas guj, në me kanë që shduhet, shkër në përgjukota dhe shkër në pjesën e vetë e lip, po e kanë marë që kanë mujtë me marë, e kanë marë e po mujnë me majtë në qelës, se edhe me në kumë pas kontakt, në është një mujnë, 2 mujnë shtë i ka që ju më kanë, bashkë të shpija në Sauri, kur kanë qëtë. E po, e kojtë halën qështu, si me juve, e thash qështu, ade? Tha, që të sena dhe trulli ashtë, me njëherë kopët, me shpijat, i tha, që të trullin për 60 dit, në ta marrim shpinë. Po, unë me mujtë me që të trullin, nuk më veç më vrome. Të, na... Edhe keni lërë ashtu njëherë. Po, nuk ka zgjidhja jo për me hin pak ma. Pa të shimë se ndoshta të kishin djali jo me aftësi të kufizuar, në gjendje pak ma ndryshe, ndoshta të kishë kërkuar dhe ma letë për juve kishin që këtë pasurit që ta të shërgoni pak edhe ndoshta nuk kishë ardhe këtu ku është tash. Jo. Po tash kret me ka, në ne menoj se jo djali me ka ma mirë, po edhe shteti me uquen ka, si nuk munden, se ato janë jashtë. Edhe nuk është edhe shteti që shduhet. Se ti, për shembull me kanë kësojde, këllë ndrejtë këtë punë, nuk i qare. Se edhe unë du me ornu, që shdo në ti me ornu, edhe unë du me ornu. Edhe gjithë kush ko qef me ornu. Jo ti në Angli, atje, aja Anglia, Prishtina kur Angli nuk bëhat, ajo djetë. Edhe kur s'ka bëhat, ato i kanë normal se i kanë ma mirë jetën atje. Nga pastoria zotit bashortit tënd, ka pastori të madhe? Po i kanë që të 5 shpija, i kanë edhe trullin me një herë kapt, edhe në katon kanë, kush ma shumë se na në katon nuk ka, edhe po kanë. Na jena për ati rosti me një mu dikan, a vëden? Na jena për ati rosti me një mu dikan, e jo na me ornu që është me qëra, se më smarë vishja edhe rinë qatja. Thash, rinë qatja se me punu shteti që shduhet, pi djallit i ta kanë ndash banja dhorod, ndash që shdush banja, shteti duhet me marë masat për djallin, se ki duhet me ornuë. Se ashtë vetë njeri që duhet dikush me kanë për ta. Kujdes më shtuar. Po, mirë po shteti jo, se shteti në ato qash pari kanë, kënë të bisa me na bloku edhe ka shteti. Dhe që është na, që ta, na i na më zërë për me na bokush qaren. Jo duhet, të paktën për ju duhet një shtëpi tuaj. Tonen, me pas një shtëpi tonen e me ornu edhe na si njerës, se beli valla për mdë këtë vetja si gabel, si në kategorit gabelit. Se nëresha me pas shpin tane edhe me dalë, që është dyrve dhe jansë, nëresha ti me ornu në shpitane. Del në shesh dhe do të bërë një zhjidhe ndështë nga pasuria që e prindeve që të zhjidhet kjo pronë? Kur ja, thash, se si fillim ashtë e ka bo boba, e ka bo dhërat, dhe dita nuk arnën këto, që për mu marë njerës, dhe me thonë, se ka burra që ja di në renin, dhe me thonë, kam edhe familjen, gjithë shish, unë do të isha në shpiteme, me kanë atë që të në Kosovë.
Po janë që atje i kanë mshil shtëpia në Qelc, edhe qaç pare, qaç mësi e kanë, për mu me ma pagujt halkin, e në me më hek kret, me myt, edhe për që ta tani, që ki u kanë që unë jam largu tani, ne, thonë, kum dasht me hi me zërë në shpiteme, kum që mjeshtrin, edhe që ki u kanë, kështu që qata ato janë qatë që pagujnë halkin edhe i kam rastin polici, mujni me ful edhe me qëta që mi ka hik qofe, që me ful, janë shumë që ti kallëdhejone që mujni me ful me ta. Po që nuk është bo, as gjë për këtine rastëve që ki hapur pa ditë, as njëherë diçka në ndoni zgjidhës ki mudur. Për ka shteti ju. Mirë për edhe ka ju, thash ju, se është qashto që, ja, më nëse është do me hile, si shme thonë ma shkërt, ti të kërdes baba. Se aja është mi, ja ka budharat, baba ka drejt një lanë kujda. E keni lë kështu? E kena lanë qështo. Me shku me hi me zërën ta, se në shpia jema është, me shku me hi me zërën ta, unë kam rastet edhe tuk në me hi me ta se qashtu janë që edhe qash parë i kanë që me ma pagujt halkin për me më, se e kam këtë rast. Ju kreç ka e dut, u vynë në shtëpi e juaj, një që ati da keni të paktën, edhe një ndim për këtë djalin që ju keni me aftësit kufizuar, të paktën dhe më thënë ta ketë një mbështetje ashtu qysh e meriton. Vetëm bashkëshorti punon, nuk e bëm të ditur që dhe ju në gjendje shëndetësore nuk jeni aq të mirë, keni kontrollat shumë. Jam kanë mirë shumë, po mas të rasti normal që e peskum pas marë për zemër shumë, një rikur në ka kuptan, po të kemë me këthi edhe një herë, që ta nuk do të kishë ndodhë kjo, po mirë unë e peskum pas marë shumë për zemër këtë farë, që ma kanë bërë këtë pa drejtë, këtë zemet, edhe po, unë jem kanë shumë keqë, një me herë kum po terapin, tash e kam 103 euro, tash me 21 shkurt e kam kontrolën pra, edhe jam mirë shumë, po, kam sukses, jam mirë shumë, po e kam te kalu këtë farë. Kiameti po. Lash Zoti shiqur që e një mirë. Amen. E qaj për këtë që theti për djallin unë kujdestari nuk marë për ta, s'marë se nuk është shtiti për thajnë. Nuk ka do legja, dhe? Po, kje ko që të pëndën dhejtën? Po, nuk është edhe që i mjaftushëm, do shta që... Po, për neve, këqire, kër për ishë me qira, nështë unë e kam gobim, po, kër për ishë me qira, vetë ishë jita, ditë sandë bashkës për më ishë një. E kur ju më kanë shpiteme, thash, nështë ju më kanë picatine me një mudi kanë, e di me fulle realitetin tash. E tash që për një adolë që shto me qira, e për këti rasti burri, mira, po përna në mirë kretë, po thash vetë qiraja, vetë natyra, nuk e di, një të sandë bashkë të s'më nëshme. Së përmojna mi e dolë, se unë kum pos argjime, mua vlaj ka një kredit për mua, se i kum pos kontrolat në Turki, po në qofti dhe ku marë, po të është që bëbo. Edhe vlaj më ka për kro, se i përket për mjekësit teme. Sa kanë bo, këto prova që e kete kaluar kred, që e ke pasur një jetë ko qatë fështirë, më me thanë që ke qeni grua hekur të shumë, bas gjitha këtyre periudat të fështira. Nuk më kanë hekur, se me pa kanë hekur nuk isha paci. Ashtë e vërtit. Po e shonë që, ashtash me mdudh, gjithë shka me mdudh, besoj se kërgja nuk marë për zemër. Se nuk po bëjke, se ishë në sanën e kom një për i vjetrive, për i babë, se kër li pa të hubë zëti nuk mund është me hubë. Ishë e vërtit. Ka bot fort këto sprova, këto statat shtirat? Po e që është, gjithë shka me mdudh dhe ne është shumë zërë dhe letë në mi qikë nuk koj. Duke se po shumë. Nuk koj. Në është e shprej bilëm kretë kundër në shprej të kishë. Zëna Mirja, jemi kretë fund të intervistës. Unë nuk i di gjatë intervistës sa që kur e biseduam gjithë situatën tënde që nuk e kaluar atë periudhë shumë të lehtë. Unë po shpresoj që të paktën ju ta keni një qati tuajnë, një kujdes më të mirë, edhe ta gëzoni një shtëpi, ashtu pasi që edhe këto që keni kaluar nuk ka qenë për juve, dhe më thënë, aq e lehtë,
mja dalë me gjitha vështirësitë të mëdha që ju ka sjell jeta. Po inshallah inshallah ka njerëz që dhe Por koni nga njerëz të vëllezër të mirë. po ka që mu ma sporti se më kanë lënë me shku pashtë. Se unë thash, kum pasi jetën në rrezik dhe pi shtetit nuk më kanë përkra, që janë kanë të pagu. Shteti që ato pënget. Edhe ka njerëz që unë jam sot pi që ato një njerëzve. Nuk kena shkatru. Dhe që të moj met se ka njerëz se që ja din rendin familjes edhe munden gjithë shka me bo tani për atë familje. Për neve për shembull që ne na kanë përkra. Mënyrat ashtu kanë pranu rrezikin për veti, për neve me na mbrojt. Shembull shumë i mirë. Është e lehtë, thash nuk është e lehtë, ti shkosh dikujt aty thosh si unë belehi, se ajo po ban belehi për grut vaj kësaj po ban për Allah e burrin me të shumit, se na katonor ata janë njuftë më para. Nuk është e lehtë për ata, po staunë Shalako që shtë njerëz, që edhe na përkrojnë, na në majnë, edhe djallin ma bëjnë e sopë shumë, se tash që të në të aje gjeltëria poja, kanë thonë hajde më shka dush, prap edhe të pizza, pizzaria, të gjamja lopit, edhe ato, edhe berberi, ka thonë, vjenë e qithë djallin, dhe më thonë djallin ma përkrojnë shumë. Shembull shumë i mirë. Çfarë po kërkoni për njerëzve, ndjekësve tanë të historisë jetës? Unë kërkoj, shtash për shtash na kurgjosi, na tu hik, a din për që shtopë, na për një shpitunën, pos një shpitunën, dena, se s'ka na jetë i tërnajsh, dirve dojave nuk është kërfare jetë. Gjithmonë është jetë me stres edhe me kje që unë e për jetë e ramë që kur e kje edhe zgëzën në hinte. Që kja, dhe me thanë unë, jam edhe fukaro, që shi thuhet edhe fukaro edhe unë e përjetoj diher fukaro. E përjetoj edhe që se kam, edhe që e kam, edhe s'gëdzajme. Se qashtu janë njerëz të tillë që ti... Sa që dikush do të dalë ndihmë nga njerëz vëllezër të mirë që kemi nga historisë jetës, e kemi dalur shumë ndihmë shumë njerëzve, shumë persona që kanë pasur mundësi, edhe sot jemi mirënjohës shumë nga faqja jonë historisë jetës që ndoshta kanë gëzuar qira, kanë marrur gjërat nevojshme për jetë që kanë pas nevojë ata, ose që ju dalin. Unë falenderoj shumë ty që e ndave këtë rrëfim nga jeta jo shumë të lehtë. Besoj që herën tjetër ta kemi një takim më ndryshe me ju. Inshallah dhe zëti, se unë thashën e kërsi u pishprisat se ka burra që ja din rendin familjes. Edhe mos me pas që shtë një men shkojnë pësht halke, sa për shtitin, unë shlirë thëmë për shtitin shkojnë pësht. Pa marë parasysh, a je gru, a je nëna dikojna, a je gruja dikojna, e me tani jo që ka u bëbon, se ti nuk po përgjigjesh, që shduhet. E ka burra që e mojnë rendin familjar, edhe në përmenaj që inshallah del dikush picitina edhe na përkrojë, na mbrojnë edhe për qëllimet që kena për një shtëpi po të fjallë. Më lejot përshëndes. Tore ma të mirë aty, dhe zotit tash edhe njerë të akomi në minuta tjera dhe të bëhet një zgjidhje për juve. Amin, inshallah. Faleminderit shumë për mikpritjen, shpresojmë të shihemi prapë me juve. Shumë faleminderit për juve, shumë faleminderit.